Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe me këtë lexim apo me njësi kur hedhët thot ke marrë një vendim ose gati për ta marrë. Logjikë, pjekuri mendore dhe një qëndrim të ftoftë, por të drejtë. Të përgëzoj të dashur Gaforë. Kjo tregon që dëshira që po vjen në jetë, një dëshirë, më falni, se fillova me këtë, duhet të filloj me të parën. Mbreti i shpatës, personi është duke vepruar vërtet apo jeni duke vepruar me një mendje të kthjellët. Ke marrë vendim ose e gati për ta marrë. Logjikë, pjekuri mendore, siç thash, dhe një qëndrim të ftoftë por të drejtë. Vazhdo të mbash qartësi, të dashur Gaforë. Mos u ndiko emocionalisht nga presioni jashtëm. Vendimi yt është i drejtë. Çfarëdo që të jetë ajo, është i drejtë. Nën të kupës tregon është kogja një lexim pozitiv të dashur Gaforë. Dëshira që po vjen është duke realizuar një dëshirë e thellë, është në prag realizimi. Ky është një sinjal që personi është shumë afër apo jeni shumë afër suksesit personal dhe emocional më shumë se sa që mendon. Bëj hapin e fundit me besim apo përfundoj këto që ke filluar, se filluam me një mendim apo fillo të realizosh, bëj shijo përmbushjen, por mos harro se kjo është pika e nisjes. Në fakt është vetëm fillimi, të dashur Gaforë, diçka shumë e bukur akoma po ju pret. Dhe Hermit është energji e mbrëmshme, një periudhë reflektimit e juaj ka sjell shumë mençuri, jeni bërë më të vetëdijshëm, më të thellë dhe më të lidhur me dritën apo me veten e juaj që nga brenda, duke e dëgjuar me përpikshmëri çdo gjë çfarë po ndjeni. Bëje atë që ke kuptuar, ti keq të mësosh në fakt që ti mësosh dhe të tjerët, koha e izolimit apo reflektimit të ka dhënë frytet e saj. Nuk do të thotë patjetër izolimi i mirëfillt, siç them unë, shpeshherë dëgjojmë veten, mendojmë, reflektojmë, apo përvojat që keni patur të dashur Gaforë, ju kanë bërë absolutisht më të mençur, absolutisht nga gabimet mësojmë dhe maturohemi. Kemi asin e shkopive, frymëzim dhe mundësi të re, është një lexim jashtëzakonisht i bukur, uroj që të përshtatet me të gjithë, fillim i ri, i mbushur me pasion, energji krijuese dhe entuziazëm. Është duke u shfaqur. Ky është një po e madhe nga universi për të ndjekur impulsin e tënd, ato çfarë po ndjen apo ato çfarë ke reflektuar apo atë vendim që dëshironi ta prisni. Vepro pra tani, mos prit që gjithçka të jetë perfekte apo koha e dur. Energjia është tani. Dhe në fakt të dashur Gaforë, ju jeni gati. Gja gati. 6 shkopive, sukses publik, njohje fitore, nëse personi ka qenë në një proces pune, rritje ose synimi të madh, ja ku është suksesi. Çfarëdo që të keni qenë duke krijuar, duke vepruar, duke punuar drejt asaj, ky është ai sukses. Ky është momenti i njohjes dhe pranimit. Pranoj duartrokitjet, pranoj lëvdatat, mos minimalizo arritjet e tua, të dashur Gaforë, jeni më të vlerësuar se që mendoni dhe kjo është ajo e bukura. Energjia e ardhshme, kjo letër tregon një shpirt eksplorues që dëshiron të provoj, të mësoj, të udhtoj, të krijoj, është energji e re, entuziaste dhe hapur ndaj botës. Do të thotë pas gjithë këtyre sukseseve absolutisht pse të mos u lumtojmë më shumë, pse mos të duam më shumë, apo të ndihemi më të përmbushur. Pra, ti e di çfarë do dhe tani është momenti të veprosh, të dashur Gaforë, me siguri. Dëshira që ke mbajtur në zemër është më afër realizimit se kurrë. Periudha e vetmisë, reflektimi çfarë do të ketë qenë ka shërbyer vërtet për të forcuar ta them veten dhe është koha të ndezësh pasionin tënd. Këtë mos e lini të ju ikë, të dashur Gaforë.